Fshati Begjunes në njësinë me lanë të bashkisë Dibër është ndër fshatrat që banorët nuk janë shpërngulur, por shërbimet dhe ndihmat për buqësinë edhe këtu mungojnë. Banori i fshatit Hajri Liksala ngre problemin e rezervuarit Vaditës, që sipas tij ka afro 10 vite që nuk funksionon. Ai kishte një kapacitet ujëmbajtës prej 210.000 metër kub. Rezervuari është ndërtuar në vitin 1985 dhe kap një sipërfaqe vaditëse për rreth 70% të tokave buqësore në njësinë me lanë. Banorët kërkojnë që ky rezervuar të rivihet në funksion sa më parë për nevojat e fermerëve. Problemi na kemi më shumë rast pak me punën e liçenit, që nuk është bërë dër fare, as ndërmend kanë vend dër. Kërkojmë që nga shteti, nga bashkia, që të shikohet pak problemi liçenit. Se me këtë liçe mba gjithë fshatin, gjithë fushën e Grepës, mba edhe mba territor ku të ketë ka baditje. Të funkse vija i Grepës, kërkojmë na. Kjo bë kohën e munizit në vitin 1985, se mujet ki liçe fshati kështë largu. Ose i vetë fshat që nuk ka lëviz fare. Kjo që nuk funksionon ka 10 vjet të fundit, që nuk është bërë dër fare. Investim në to, veç mbahet kur bjerë shinjat, me qatë mirë mbahet. Që vetë shikonja, pa mdeqeri, që merë 210.000 metër kupuj kiliqe, për të moshët. Po, unë kom që ne ishë kretari fshatit, ndesh monizëm, ndesh në demokraci. Po na kemi kërkuar bashki më shumë. Kemi kërkuar. Që dë rregullim simjet, dë rregullim mod, dë vejet simjet, dë vejet simjet. Se problemi kryesor është edhe timoni i liçenit. Shtartineska. Problem kryesor. A dëmtu? Sa dëmtohet që së me shkosët ta verifikosh rreth. Ky liçe furnizohet me ujin e Grepës. Me vijnë kryesore të Grepës do bën, jo me ujin natyral, të shiut, kur bien. Ajo nuk funksionon? Ja, ajo nuk funksionon fare. Ajo nuk funksionon ka 20 vjet. Që nuk funksionon? Nuk vija i Grepës. Furnizimi i liçenit. I liçenit, që të moshë liçeni. Ka mbi 20 vjet. Fshati Begjunes në njësinë me lanë të bashkisë Dibër ka problem dhe cilësinë e ujit të pishëm, me të cilët furnizohet fshati nga ujësjellsi. Sipas Hajri Liksalës, puseta e vjetër e këtij ujësjellsi e ndërtuar që në vitin 1982 është e amortizuar, duke ndotur në mënyrë të rrezikshme ujin e pishëm për banorët e fshatit Begjunes. Liksala kërkon që të merren masa sa më parë duke ndërhyrë në rikonstruksionin e pusetës së këtij ujësjellsi. Problem tjetër, kemi ujtin e pishëm, që nuk na vehet dër ke puseta e ujtit pishëm. Është puseta e 1982, o degradu, o mbulume me plasmas. Se çdo që si bie, ujti trubullohet. Gjithë pajimet e fshatit prishën. Po investimi o bë në 2005 o bë ndërat puset, o bë puset tjetër. O bë puset e rej, ajo nuk o lëviz, në vazhdim të asaj më ertujti. Këtë shqetësime kemi ngrohtë jo njerë, për që gjithë herës. Do rregullim. Problemet e fshatit Begjunes nuk janë thjesht çështje lokale, por pasqyrojnë një realitet më të gjerë të zonave rurale, ku shpesh neglizhohen investimet kritike për buqësinë dhe jetesën e përditshme. Sipas banorëve me të cilët kontaktuam, vetëm nëpërmjet vëmendjes dhe investimeve të qëndrueshme mund të ruhet potenciali i këtyre zonave dhe të garantohet një ardhmë më e mirë për komunitetet rurale.